Njeriu që vdiq nga bindja e mendjes. Sot do t'ju tregoj një histori vërtet të çuditshme. A e dini se sa e fortë është mendja e njeriut dhe çfarë është në gjendje që të bëj? Dëgjojeni me vëmendje këtë histori. Tregohet që ka ndodhur rreth vitit 1950 në disa eksperimente që kanë bërë. Bile për këtë kanë bërë edhe një seri televizive e vitit 1959 e quajtur Kufiri mes të vërtetës dhe reales. Tregohet, pra preteksti i disa studiuesve thonë që këto në qoftë se janë bërë, thonë, këto eksperimente janë bërë për zhvillimin e njeriut, sepse në qoftë se nuk do të kishte eksperimente, njeriu nuk do të zhvilloj, sepse ku do t'i bësh provat? Duhet të bësh prova në njeri, jo vetëm në kafsh, por edhe në njerëz, që ti të shikosh se si ecën njeriu, pra të gjesh mënyrën më efikase për zhvillimin e njeriut. Dhe unë doja që ta diskutoja me ju, sepse për sa i përket mendjes, jo eksperimentit, por mendjes. I dënuar kishte vrar dikë. Bile tregohet që kishte vrar rreth 17 njerëz. Dhe e dënuan aty nga vitet 1950, e dënuan me vdekje. Dhe gjatë atij momenti ka patur një le të themi një muaj të tërë, ndoshta edhe 3-4 muaj, që të vendosnin se si do të ishte fundi i këtij killeri serial. Mirë po, ishte periudha, siç që thash, që bëheshin eksperimente dhe mendohet që një grup studiuesish dhe shkencëtarësh i kërkuan gjyqtarit që ta linte që mos ta vrisnin ashtu siç mendonin ata, por nëse kishin vendosur që ta vrisnin, t'i linin mënyrë këtyre që të bënin eksperimenti. Dhe kush ishte eksperimenti në të vërtetë? Eksperimenti konsistonte në forcën e mendjes së njeriut. Deri ku mund të arrijë forca e mendjes së njeriut? Kishin bërë edhe eksperimente të tjera, më përpara në fakt është ajo e eksperimentit të gjakut që kemi bërë dhe këtu, që gjëja arrit te gjaku, por nuk ishte i tij etj. Por në këtë rast donin ta bënin ndryshe. Sepse donin që ta bënin me anë të një forme që t'ishte e drejt për drejt me mendjen e njeriut. Dhe çfarë bën? I thanë gjyqtarit që e udhëzuan se çfarë duhet të përgjigjej në momentin që do t'i jepte vendimin, pra vendimin e gjyqit. Dhe kur erdhi momenti, gjyqtari tha, je i dënuar me vdekje, tha, por vdekja jote, tha, nuk do t'jetë kështu, tha, por do t'jetë për një eksperiment që po bëhet me gjarprin më helmues të shkretëtirës, pra me një kobra, pra kobra e zezë. Dhe shkuan, e morën, e futën erdhi momenti, sepse pas disa javësh pas i vendosën, erdhi momenti që e futën në një dhomë dhe u përgatitën gazetat, njerëzit etj. Dhe në film ky, sepse në të vërtet nuk është kështu, pra nuk e kanë bërë me gazeta, por bën fshehtësi dhe kaq, të paktën kështu thuhet. Dhe si përfundim e quan në këtë vend që do ta kafshonte gjarpri. Por bën diçka. Këta e morën gjarprin dhe ja treguan njerëzve gjoja, ose ata që ishin aty, dhe që ta shikonte edhe ky zotëria, dhe e pa gjarprin. Gjarpri ishte në një nga këto koshat e apostafat për këtë, dhe e vendosën në një cep gjarprin aty dhe filluan që të bënin rritin e tyre, pra këta që do ta vrisnin gjoja. E lidhen, i futën kapuçin në kokë, sepse më përpara bëj çdo vrasje, pra vrasje publike, bëj me kapuç në kokë, për ata që nuk e din. Dhe në këtë rast i furën kapuçin në kokë dhe i shpërveshën mëngën e kraut. Dhe në të vërtet, gjoja që do ta kafshonte gjarpri, por në të vërtet nuk ishte gjarpri që e kafshoi, por ishte një nga shkencëtarët që i bëri një kapje me disa gjilpëra, kishte disa gjilpëra me kapse, që nuk kishin asnjë efekt këto gjilpërat, por vetëm sikur ishin kafshimi i një gjarpri. Dhe pasi e kafshoi, që gjoja e kafshuan me këtë kapsen, e lanë se çfarë do bënte njeriu. Dhe si përfundim,
kaluan minutat, ata po e vëzhgonin nëpërmjet një testi që po bënin për atë aparaturave, po shikoni se çfarë do bënte ky, dhe me kalimin e minutave ai filloi që të kishte djersë të ftohta. Pastaj dridhej totalisht dhe u ftoh trupi. Njëkohësisht jo vetëm dridhej totalisht, por edhe zemra filloi që të rrihte shumë fort. Dal nga dal, derisa erdhi një moment dhe ai vdiq. Vdiq brenda 2 orëve, të paktën kështu thuhet, të paktën në film kështu thuhet, dhe brenda 2 orëve ai vdiq, sepse truri kishte dhënë sinjale. Ky ishte ai raporti që shkruan. Truri kishte dhënë sinjale në këtë në të gjithë trupin, derisa e detyroi jo vetëm zemrën, por të gjitha qelizat që ti shkatëroi, pra të vetë vritej, ose të vetë shkatëronte trurin. Çdo të thotë kjo, sepse truri nuk e njeh të vërtetën apo gënjeshtrën. Truri njeh atë që sheh. Pra, për shembull, kështu është projektuar, pra është projektuar në një forum që atë që sheh atë bën. Pra, atë që shikon, edhe sensacionet tona, për shembull, edhe senset tona, duket që janë vetëm reflekset të trurit, ashtu siç e kemi thënë gjithmonë. Dhe reflekset e trurit që janë nëpërmjet, për shembull, shikimi, dëgjimi, nuhatja, të gjitha këto janë perceptime të trurit ton të dekodifikuara nga truri. Pra, sikur truri i merr këto informacione dhe i përpunon sepse ka një program. Dhe ai programi që ka brenda tij, normal një program jo kompjuterik, por biologjik, shumë kompleks, nuk diskutohet, por i transformon ato në sinjale. Dhe këto sinjale mund të jenë të dobishme ose jo. Ndaj, është tepër thelbësore që njeriu, kjo është historia, por unë duhet të them në sintezë se çfarë duhet të ketë parasysh njeriu. Bindja është gjëja më e madhe që njeriu mund të ketë. Kështu që nëse keni një projekt, nëse doni dikë, nëse dëshironi një punë apo çfarë do lloj gjëje që të jetë, ju mjaftoni që të bindni mendjen tuaj për të arritur atë, sepse qëllimi është që ti të arrish. Pra, ti nëse e neglizhon çdo lloj gjëje që është, ajo nuk vjen, sepse edhe në shkencat e fizikës kuantike, edhe aty përmendet, sepse janë frekuencat ato që njëra pas tjetrës duke shtyr njëra tjetrën e bindin edhe tjetrin, jo vetëm ty, por bindin edhe tjetrin, përreth teje, shoqërinë, shokët, politikanët, apo këtë duash ti, për të qenë ose për të arritur në atë që ti dëshiron. Pra, edhe në fshehtësi punon frekuenca. Nuk ka nevojë që të jetë vetëm vizive, por edhe në fshehtësi. Kjo për të thënë që është sekret i madh që e kanë thënë edhe Jung, e ka thënë edhe Freud, e kanë thënë edhe shumë të tjerë, që është sekreti më i madh i njeriut është bindja e vetvetes, sepse ti nëse bind vetveten, ke bindur edhe ata që janë përreth teje. Dhe nga ai moment ti bën sukses në çdo lloj fush, edhe në dashuri. Ndonse dikush për shembull në dashuri që është tepër si mund t'ja u them, evaziv ose agresiv në dashuri, duhet jesh në një status që ti jo vetëm e bind vetveten, por duhet të bindësh të tjerët. Dhe bindja e të tjerëve nuk është me agresivitet, por me zgjuarsi. Kështu që bindni veten tuaj për çdo sukses që ju kërkoni dhe do arrini suksesin. Ky është thelbi i kësaj historie, por historia në të vërtetë nuk është hera e parë që ka ndodhur herë të tjera që bindja e mendjes mund të vrasë jo vetëm vetveten, por edhe njerëzit përreth. Dhe anasjelltas mund të ndryshojë vetveten për mirë dhe njerëzit përreth. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë histori. Kalofshi bukur.